Përshëndetje zonja dhe zotrin, juftoj të na ndiqni, do të flasim për aktualitetin politik, problematikat nga më të ndryshme që kalon vendi, po natyrisht do të ndalemi edhe tek drejtësia me regji, thot opozita. Në studio kemi Arla Merja, është sekretare e marrëdhënieve me publikun në Partinë e Lirisë. Merja, mirë se vini. Faleminderit, mirë se u gjej. Tani, si sekretare marrëdhënieve me publikun në Partinë e Lirisë, unë mendova ta nis bisedën me juve, nisur nga çfarë deklaroi para disa ditësh komisionerja për zgjerim e Bashkimit Evropian, Marta Kos, e cila tha se shoqëria shqiptare e pranon korrupsionin, si pasaj është një problem kulturor i rrënjosur thellë dhe që do të duhet kohë për ta luftuar. Ndërkohë, nga njëra anë, raporti më i fundit i Transparency International thot që Shqipëria është përkeqësuar me 11 vende sa i takon korrupsionit, ndërkohë qasja që ka pasur Brukseli sa i takon të korruptuarve në Shqipëri dhe kritikat që ka shpeshherë në lidhje me protestat që zhvillohen në Shqipëri duke i konsideruar të dhunshme. Fillimisht do të them që komisionerja me sa arrit të vëre unë ka një luhatje në gjërat që thot vetë. Pra njëherë është pro dhe shumë e hapur për ta futur Shqipërinë në integrim në Bashkimin Evropian dhe pastaj të nesërmen thotë që shiko se është pak e pamundur për shkak të korrupsionit. Dhe për këtë e kanë fajin qytetarët. Dhe për këtë pa diskutim faji që i ngelet qytetarëve. Pra qytetari thjesht që sot po mbijeton në Shqipëri, pra jemi në kushte ku njerëzit nuk po jetojnë më në Shqipëri. Këto që kanë mbetur po mezi po përpiqen të mbijetojnë, dhe pastaj flasim për integrimin në BE dhe korrupsionin, por ajo që ne kuptojmë një pasqyrje të gjithë reagimeve ndërkombëtare është pikërisht ky problemi. Rënja e Shqipërisë me këto 11 vende dhe problemi shumë i madh i korrupsionit. Për shembull, për momentin që ne po flasim, rasti Balluku është një rast shumë i përfolur nga të gjithë ndërkombëtarët dhe shikohet si një problem dhe si një test në fakt se sa kjo drejtësia me regji që ne kemi në Shqipëri do të funksionojë mbi këtë rast. Pra do ta trajtoj siç trajtoi presidenti Meta, apo do ta trajtoj si një mikesh shumë e ngushtë e Edi Ramës dhe pushtetit me vete. Si ish presidenti Meta në fakt nuk është trajtuar askush deri më sot në 35 vite që por nga shohim çuditëra nga më të ndryshmet. Për mendimin tim, rasti i presidentit Meta është një precedent shumë i rrezikshëm për Shqipërinë dhe do vazhdoj të jetë i tillë për një periudhë shumë gjatë kohore, pasi ne këtë çështje do ta çojmë në Strasburg, asgjë nuk mbetet me kaq. Dhe ditë them që kjo drejtësia që me reformën drejtësi që me atë votim skandaloz, Ramaforma, Meta Vioni insiston me atë çfarë thoshte që kur ishte presidenti i Republikës. Nuk ka si të jetë ndryshe. Është Ramaforma sepse u nis si një sulm kundër opozitarëve dhe kundërshtimeve të tij në politik, pra persona të cilët kundërshtonin Edi Ramën pa diskutim që do të pengmerreshin nga kjo Ramaforma në drejtësi, që mos i themi më as reformë tani, dhe të kishin këto përfundime. Pra kemi rastin e zotit Berisha që ndeti për një vit në arrest në shtëpi. Është ende me detyrim paraqitje. E vetmja mundësi që ai kishte ishte rrugica e shpresës, por të paktën ishte diçka, ndërsa në rastin e presidentit Meta, gjithë kemi parë se video është bërë më së virale dhe e diskutuar ranë mban, se mënyra se si u mor. Pra është një mesazh për mbi gjitha, një qytetar i thjesht që shikon atë lloj rrëmbimi, thot ky një njeri që është ish presidenti, kryeministër, çfarë ndodh me ne? Ndjes që ndërpres, se më kujtuat rrugën e shpresës gati e kishim harruar, se ka kaluar goxha kohë dhe ku këtu ka një mbivendosje informacionesh dhe të falenderoj që ma kujtove, sepse në kohën kur kreu i Partisë Demokratike, pra shefi i opozitës, ndodhej në arrest shtëpie, simpatizantë të partisë së tij protestonin çdo mbrëmje poshtë banesës së tij. Po protesta të tilla të simpatizantë të ndryshëm të forcave të ndryshme politike i kemi parë edhe në dyert të institucioneve të drejtësisë, po jo vetëm nga opozitarë të sotëm që vijojnë ende presin Berishën në dyert e SPAK, por edhe kur ka patur ndonjë problem vetë partia që sot është në pushtet. Ndërsa Partia e Lirisë ka patur një qasje ndryshe tjetër sa i takon kësaj. Pra nuk kemi parë ndonjëherë grumbullime
të simpatizantëve tek SPAK-u apo diku tjetër? Në fakt, po, ne kemi bërë një protest tek SPAK-u, ku mesazhi ju ishte i qartë, ishte vetëm jo drejtësi me regji. Në fillim fare? Në fillim fare, po ka diçka. Kjo gjëja është burg politik, është izolim politik, është inat personal me presidentin Meta. Dhe sado që ne të mblidhemi çdo ditë para SPAK-ut, sa e efektive do të jetë kjo gjë? Kur vetë, domethënë ti ke çështjen e presidentit Meta që është me gjyqtare Irena Gjokën. Një njeri dënuar që nuk e di pse është akoma aty. Çuditërisht Irena Gjoka i bie shortit të gjitha. Çuditërisht, nuk e di se si ndodh, po të gjitha opozitarët, po të gjitha çështjet pikante. Shorti i çuditshëm është këtu dhe ne, Meria. Po ndodhen këto çuditëra, po shohim shumë çuditëra çdo ditë. Ndërkohë që u deshën muaj për të marrë në konsiderat akuzat që bëheshin nga opozita, dorëzoheshin dokumente, shkresa e tjerë, dhe ajo vijon tjetë ende aty në fakt. Edhe pse ka një vendim. Si e gjykoni juve, se ju studioni vetë ligjet, nesër do t'jeni avokate, nesër mund t'jeni ministre e drejtësisë, mund t'jeni deputete, si e gjykon një studente e juridikut çfarë ndodh në Shqipëri? Ne studiojmë për drejtësi, në fakt unë studioj për drejtësi në një vend pa drejtë, që është ironia e fatit më e madhe që ndodh. Dhe kur vjen puna që marr pyetje juridike tani për shembull, përpiqem t'i kthehem në bazë të ligjit. Dhe sa herë e shoh shumë të vështirë, qoftë edhe të kthej përgjigje, sepse nuk më rakordon pra ligji që kemi ne me gjërat që ndodhin. Ne flasim për një gjë shumë të vogël, për një konfliktit e rresi, për një gjë jashtë mendimit të veprave penale, duhet të hiqen nga puna ose t'ju jepet një masë administrative, një masë tjetër të ndëshkohen dhe çdo kush të jeti drejt në atë që bën. Ndërkohë ne flasim tani për një vendim penal në gjykatat greke të Irena Gjokës, që nuk e di ma e ka mbiemrin Gjoka apo ka shumë të tjerë, dhe ajo vazhdon të jetë akoma në detyrë. Pra, është një gjë që dhe ligji këtu tani do sprapse dhe do shohë se çfarë do bëjnë ato që po bëjnë ligjin. Për ne si student të drejtësisë është bërë një situatë shumë kaotike, sepse nuk dim tani a të flasim sipas ligjit, apo të flasim sipas ramaformës, apo të flasim se si duan ato që ne të flasim. Është bërë një situatë shumë e vështirë, mendoj unë. Meria, unë dua t'i kthehem sërish asaj që e nisëm bisedën në fillim. Korrupsioni, përkeqësohemi me 11 vende, renditemi nga Këshilli i Europës si vendi me gjyqësorin më të keq, centralizimi i institucioneve të drejtësisë vetëm në Tiranë, bën që qytetarët çmimet e larta, jemi vendi me pagat më të ulëta në Europë, çmimet më të larta e tjerë. Si është kjo kultura e rrënjosur thellë, sidomos vitet e fundit, që nuk reagohet në proporcion me çfarë vuajnë qytetarët? Se natyrisht kos kur thot shoqëria shqiptare pranon korrupsionin, disi edhe ka të drejtë? Ajo mund të ketë drejt, po për këtë situatë... Jo, si e gjykoni juve këtë kulturën e të reaguarit ose mos të reaguarit të qytetarit? Për të arritur në këtë situatë është bërë një propagandë shumë e madhe në këto 13 vite, pra për të arritur këtu ku jemi, për të vrarë shpresën të njerëzit. Puna më e madhe që është bërë në Shqipëri në këto 13 vite është të vrasësh shpresën të njerëzit. Dhe rrugëzitja e vetë me çdo njeriu këtu i ka ngelur emigrimi. Dhe ato që nuk emigrojnë mbijetojnë. Pra të gjithë jetojnë dhe punojnë për të bërë gati valixhen. E vetmja rrugëzitje. Pra unë si studente, vitin tjetër diplomohem, nuk kam treg pune. Nuk kam treg pune se nuk është bërë asnjë studim për këtë gjë. Nuk kam treg pune se janë fëmijët e këtyre ministrave të famshëm, e drejtorave, e njëre tjetër që do aksesojnë para meje kudo. Dhe kjo pjesa e pranimit është bërë pikërisht nga kjo vrasje shprese, ku njerëzit përpiqen, mundohen, nuk gjejnë zgjidhje dhe në fund fare ato do të përpiqen të mbijetojnë në një nga mënyrat që do mund të gjejnë. Ka një shprehje, Meria, që thot shpresa është një derë që hapet vetëm nga brenda. Po me këtë shpopullimin e frikshëm që ka patur Shqipëria vitet e fundit, ata që mund ta hapnin derën kryesisht rinia
kanë emigruar ose e kanë mendjen për të ikur nga syt këmbët, ndërkohë ju dëgjova në komunikimin tuaj para disa ditësh ku me të drejtë e kemi ngritur shpeshherë lindshmëria e ulët në Shqipëri, janë të gjitha pra efekte domino që vinë nga shpopullimi i Shqipërisë. Pra barazuar numri lindjeve me vdekjet, e tjerë, si e gjykoni të rinjt që kanë mbetur? Në fakt këtë problematikë... A janë të friksuar, kanë frikë për të reaguar, apo janë indiferent më së shumti, apo janë të pa informuar, apo e kanë mendjen thjesht dhe vetëm për t'ikur? Unë mendoj se është një bashkim i gjitha këtyre arsyeve që ti the. Pra kemi të rinj që janë të friksuar sepse nuk reagojnë dot, sepse prindrit e tyre janë në një punë shteti dhe ato mund të humbasin gjithçka dhe të ngelin dhe pa bukën e gojës. Ndërkohë nga krahu tjetër kemi nga ato të rinj që janë komplet indiferent, që jetojnë me propagandën, jetojnë me gënjeshtrat e bukura që ju thuhen nëpër televizion dhe i besojnë. Ka dhe nga ato të pa informuarit që nuk e vrasin shumë mendjen, se thonë që ne nuk merremi me politikë dhe e mënjanojnë me këtë arsye, po edhe nëse ato nuk merren me politikë, politika merret me ato, sepse politika është ajo që vendos për çdo gjë në jetën tonë të përditshme. Por unë këtë problem në fakt e kam hasur shumë në 2023, në fushatën e 2023, në fushatën për bashki, në zgjedhjet për bashki, ku ne takonim çdo ditë qytetarët nëpër rrugë, nëpër shtëpia, kudo, dhe më bënte shumë përshtypje si nuk shikoja të rinj nëpër shtëpia. Domethënë dilnin prindrit, të moshuarit, të rinj s'kishte. Dhe sa herë pyesnin që fëmijët në shkollë, për shembull, ose ku janë, në emigrim, kanë ikur, nuk janë këtu. Flasim për qytete të mëdha apo fshatra? Për Bashkinë Kamës, unë flas për Bashkinë Kamës. Bashkia Kamës që është relativisht një ndër 5 bashkitë më të mëdha në vend, dhe që në atë moment je shef që dhe ato persona pra prindrit që kanë mbetur këtu e kanë shpresën e vrarë se nuk shohin më një të ardhme, se fëmijët e tyre po e zgjidhin të ardhmen diku jashtë. Dhe ato vetveti janë më pasiv në gjërat që ndodhin këtu, më të tërhequr. Një problem i madh është në fakt, po të thash, është punuar për 13 vite për ta pasur këtë problem. Dhe do të jetë shumë e vështirë, por jo e pamundur, një kthim i kësaj situate. Pra, është edhe frika për të mos humbur prindrit, vendet e punës. Po nëse marrim në konsiderat Arla, këtu të punësuar vetëm në administrat ka, se ku tjetër punësohen qytetarët? Po, dhe administrata është X2, është te i fryrë. Për shembull, në çdo vit që bëhen... Dhe shërbimet nuk përmirësohen, po, shërbimet dhe cilësia jetës së qytetarëve nuk përmirësohet, se okej, janë dyfishuar. Po, një fenomen shumë interesant që ndodh në këtë raste janë ato punët me kontrata 3 muajorëshe, që fillojnë gjithmonë në maj, për shembull, kemi ne muajin e zgjedhjeve, 3 muaj përpara futen në punë, në bashki, në prokomuna, në administrat, kudo, sepse futen me atë idenë që shiko se unë po zë një vend pune dhe çdo gjë do bëhet më mirë, po pastaj harrojnë që atë kanë një kontratë sa për zgjedhje. Dhe kjo te mbushja ndodh pikërisht në këtë rast, në rastet para fushatave zgjedhore, dhe pastaj zhgënjehen, ndihen keq, po harrojnë që vjen prap zgjedhjet e tjera dhe gënjehen prap nga e njëjta gjë. Dhe është bërë një rotacion i këtyre kontratave 3 muajorëshe të punës që edhe i gënjen ndonjëherë, i mashtron, ju duket si josh, sikur po bëjnë diçka të re dhe të bukur, po në fakt është jeta e tyre ato që fundosin me zgjedhje të tilla. Merja, ju e konsideroni arrestimin e zotit Meta burg politik, drejtësi me regji, përsëri nuk është pranuar kërkesa e tij për zbutjen e masës së sigurisë edhe në këmbim të garancisë pasurore, ndërkohë avokati i tij mbrojtës insiston në deklaratat publike që bën, duke thënë që presidenti Meta do të lirohet. Cila është qasja që ju keni sa i takon kësaj? Do të lirohet vërtet? Tani fakti që cila është klima që mbizotron në Partinë e Lirisë sot? Fakti që kërkesat për zëvendësi mase nuk po merren parasysh fare ose po rrëzohen, nga kjo ne kuptojmë fare mirë që është një burg politik. Pra unë këtë situatë po të flas si një avokate e ardhshme, do ta konsideroja burg politik për disa arsye. E para, mënyra e arrestimit.
Pra ishin një tërheqje në mes të rrugës nga njerëz të maskuar me arma, pa asnjë mjet dhe shenjë identifikimi, dhe urdhri i arrestit ka dalë 2 orë pasi presidenti Meta ishte rrëmbyer dhe ishte në ambientet e pra zyrtarisht ka dalë 2 orë më pas. E para kjo, e dyta, ka diçka, presidenti Meta sa herë që është thirrur në SPAK me fletëthirrjet e tyre, ka shkuar vetë komfort ligjit dhe procedurës që ndiqet në këtë raste. Për të kaluar më tej tek akuzat që u ngritën ndaj tij. Nuk ka asnjë fakt dhe asnjë provë penale. Tani pas kaq shumë kohësh para burgim dëgjojmë të thuhet që nuk pas ka qenë Meta, po pas ka qenë Mete, Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës, se çfarë ishte diçka e tillë. Pra prokurorët po fillojnë një nga një t'ju bien akuzat, sepse janë akuzat të ngritura politikisht. Dhe për sa kohë ti po kalojnë të gjitha afatet dhe limitet, dhe për sa kohë nuk ka akoma një gjyq të pastër dhe themeli të kësaj gjëje, ti po e mban presidentin Meta për më shumë se 18 muaj në paraburgim. Dhe në kushte izolimi për të cilat ju e keni ngritur zërin disa herë. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht, Meria, dhe një herë, për çfarë kushtesh izolimi? Po, e para është aksesi zero me mediat, aksesi zero me funksionarët lartë partisë, aksesi zero me deputetët. Sa herë kanë shkuar deputetët për të atakuar, që deputetët janë persona me imunitet dhe kanë të drejtë ligjore të futen në ambientet e paraburgimit dhe të takojnë të paraburgosurit, nuk lejohen. Po me ç'është pretendim nuk lejohen? Thjesht nuk lejohet, nuk jep njëri shpjegime fare. Domethënë, presidentit Meta janë njoftuar masa disiplinore të marra për shkak se bëri një telefonat në një emision live, dhe akoma edhe sot që ne flasim nuk i ka shkuar me letër masa disiplinore. Domethënë janë gjëra ekstremiste që nuk të shkon në mendje, që mund t'i bëjë një njeriu thjesht, një figure ish presidentit që ishte në mbrojtje të gardës në momentin që ato e rrëmbyen në atë mënyrë. Unë s'mund ta quaj arrestim atë. Kemi parë arrestime nga më të ndryshmet, atë s'mund ta quaj arrestim. Ai ishte një video live që e pan të gjithë dhe e çuditshme se si ajo video u bë nga të katërta anët, pra ishte një gjë shumë e stisur, dallon që ishte shumë e mirë menduar më përpara. Po përse u bën në atë formë, thoni ju? Inate personale, për hakmarrje. Për hakmarrje, për të friksuar partinë, për të friksuar njerëzit, për të friksuar, për frikë bëhet gjithë kjo gjëja. Pra ti e bën këtë gjë dhe ky qytetar i thjesht, një njeri thot, çfarë ndodhi atij që ishte ish president? Po me mua çfarë mund të bëhet? Dhe pastaj këtu stopojnë gjithë. Domethënë tërhiqen pas dhe thonë që në këtë vend nuk kam, domethënë duhet të ruajmë shumë se na tërheqin zvarr rrugëve. Nuk e di. Izolim ekstrem për momentin që ne po flasim. Po, komunikime me organizata ndërkombëtare, Meria, keni patur për çështje të tilla? Ka folur avokati i popullit, po me organizma të tjerë? Kemi patur, jemi munduar që në çdo vizitë që deputetët tanë kanë kryer në funksionet e tyre, pra vizitat që bëjnë, të flasin dhe të ngrenë si problem pjesën e rastit të presidentit Meta, të cilët vetë ndërkombëtarët në fakt kanë qenë të interesuar se si ndodhi në atë mënyrë, se ishte një ngjarje që u bë shumë e bujshme, mënyra e arrestimit, për të mos i hyrë thellë, siç thash, pa fakte dhe prova, po vetëm mënyra e arrestimit, dhe ka një mbështetje dhe një suport shumë të madh në këtë fakt, dhe bien të gjithë dakord që është një precedent shumë i rrezikshëm mënyra dhe e gjithë vijueshmëria deri tani, por e thamë, është i burg politik, do presim që politikat veprojnë në këtë mes. Derisa çështja shkon në Strasburg. Pra zgjidhja vjen nga politika, zgjidhja është politike, thoni ju. Përderisa dhe burgu është politik, nuk na mbetet gjë tjetër të themi. Avokatët bëjnë të pamundurën, çështja do të vazhdojë shumë gjatë, nuk do të ndalemi deri në fund të kësaj situate, por në këto kushte jemi, çështja është gjitha një inat politik. Ndërkohë me Partinë e Lirisë çfarë ndodh, Meria, në mungesën fizike të kryetarit, le të themi? Partia vazhdon me të njëjtin ritëm, ne kemi 4 deputet në parlament, kemi grupin ton parlamentar, pa diskutim që gjitha udhëzimet i marrim nga presidenti Meta.
Puna vazhdon, do të përpiqemi të bëjmë të pamundurën dhe të ecim përpara derisa ejtje sërish mes nesh. Ndërkohë, ju përmendët 4 deputet në parlament, ndërkohë keni dorëzuar në parlament një sër projekt ligjesh, ai tek i cili po insistoni shumë më fort natyrisht referuar edhe aktualitetit është projekt ligji për uljen e çmimit të naftës, ndërkohë çmimi i naftës në vendin tonë është më i larti, nëse ka rekorde negative për të thyer, ne jemi të parët. Si e gjykoni reagimin e kryeministrit kur thot nuk është ndonjë rritje e madhe e çmimit naftës, ndërkohë do mbledhim bordin e transparencës, do të ndërhyjmë, ndërkohë kemi 7 taksa që rëndojnë etj. Unë mendoj në fakt se kryeministri Rama nuk ja ka idenë se çdo thotë ti je një qytetar shqiptar dhe të kesh naftën 2200 lekë për litër, sepse e kemi parë tashmë që ato o lëvizin me chartera o me jahte, kështu që nuk është se e përjetojnë shumë këtë jetën e përditshme të shqiptarëve. Dhe në fakt ka një absurd dhe paradoks këtu që jahtet e marrin me 500 lekë të vjetra naftën, ndërkohë që fermerët e marrin me çmimin real të tregut, dhe me që jemi këtu, shoqatat e transportit, shërbimit publik kërkojnë uljen e taksave, rishikimin e taksave, kërkojnë ndërhyrje. Në mos pastaj çmimi i biletës do të rritet prapë. Do rëndoj sërish tek xhepat e qytetarëve. Ne si parti, siç e përmendët dhe ju, kemi propozuar një projekt ligj për uljen e çmimit të naftës, më saktë reduktimin e taksave që ka ky çmim nafte, sepse nga çmimi normal tani që është i naftës, në 60% i paguajmë taksa. Jo taksa transportit, e karbonit e tjerë me radhë. Pra 60% të këtij çmimi që i bie 1.16 euro nga 2.2 që është, të ulet dhe të reduktohen. Pastaj, prej më shumë se 2 javësh e kemi propozuar këtë projekt ligj në parlament dhe pa diskutim, si për gjithë projekt ligjit dhe të tjera të opozitës, nuk ka asnjë reagim nga majoranca, as për pranim, do mbledhim bordin pra. Tani ky bordi është shumë një ëndër europiane, si çdo gjë tjetër që ndodh në vend. Eksperjenca bordesh kemi, gjatë kohës së pandemisë, se kemi eksperiencën e Eksperiencë kemi, po asnjëra s'ka rezultu funksionale, dhe tani, domethënë më habit fakti që e dëgjova të thoshte që do mbledhim bordin e tjerë me radhë, dhe nga kur të shkojë 2200 lekë, do të ulim 7 lekë. Pra do jetë po mbi 2000 lekë. Më shumë se gjitha vendet e rajonit e më gjerë. Maqedoni Malzi është nga 1000-1200. Prandaj dhe kishte radhë kilometrike për të shkuar për të marrë karburant në vendet fshinje. Në karburantin që është sapo del në dogan në dibër të madhe, domethënë, ishte radha e pashpjegueshme e shqiptarëve që blinin naftë. Me shpiragun që bë Erla, se ka harruar fare kryeministri që shpiragu do të bënte mrekulli etj. Po janë këto që burojnë nga hiçi, domethënë bymohen kështu direkt, dhe punët në një mënyrë harrohen, siç janë harruar shumë gjëra në këto 13 vite. Domethënë del diçka e re, premton diçka të re dhe çuditërisht e harron, ndoshta vuan nga skleroza, nuk e dim. Arla, për të përfunduar, keni një thirrje për rinin që të jetë më aktive? Unë mendoj se ne që kemi mbetur në Shqipëri, kemi një forcë dhe një peshë shumë të madhe në ndryshimin e shumë situatave në vend. Është parë ndër vite që të rinjt janë forca më e madhe, të rinjt janë ato që pushteti i ka frikë, dhe unë mendoj dhe dua me zemër që të gjithë të rinjt, kudo që janë në Shqipëri, të ngrihen dhe të bëhen bashkë për këtë kauzën tonë të përbashkët, që nis që nga arsimi, që është skandaloz, nga tregu punës që është i tmerrshëm, nga qerat dhe kostot e jetesës që janë të papërballueshme. Hajde të bëhemi të gjithë bashkë dhe të japim zgjidhje i jetës tonë dhe të ardhmes tonë. Pra të përpiqemi për më mirë, që Shqipëria është atë dheu ynë, po të jetë me të vërtet vend qëndrimi ynë i dashur. Mirja, të falenderoj shumë për bisedën edhe për mesazhin adresuar të rinjve. Faleminderit. Falenderime edhe për ju, zonja dhe zotrin që na ndoqët.